si ta mundi epshin, unë falë 5 kohët e namazit, por s'kam arrit ta mundi epshin. Kohën e fundit më është dëpsuar shumë imani. Po nervozohem shpejt, po shiqej video të pista. Fema rrugës, unë po lutem Zotin të më ndihmoj që ta mundi epshin, po nuk di ku po gaboj. Të lutem këshillam. Kjo është një problem që fatkeqësisht vuan nga kjo shumica e rinisë, madje edhe të njerëzve që nuk janë të rinë mosh, por fatkeqësisht vuajnë nga kjo problem, nga epshi, dhe epshi do të thotë seksual, qoftë në shikim të femrave, qoftë në video, qoftë në çka do qoftë, nga se fatkeqësisht prezantimet janë bërë shumë joshëse, dhe janë bërë shumë tërheqëse, dhe janë bërë të shumta, ka do që sillet njëri, do të thotë i prezanton pamje të kësaj natyre. Në rrugë kur del, në TV, në reklama, në pamje të reklamave të rrugës, ku do qoftë, Allah na ruajt, është bën njeriu shumë i rrezikuar në këtë drejtim. Andaj me të vërtet e kuptoj shqetësimin e këtij vllau. Mirë po, kjo nuk është pashërim. Kjo nuk është pa rrugdalje. Nuk është arsye ajo që po ndodh të ligemi ne, të dobësohemi, të gjunjëzohemi, nuk është kjo arsye. Duhet që t'jemi të fortë. E si të bëhemi të fortë? E para, ta kuptosh se shikimi kur fardobie s'ka. Çka përfiton me shikim? Vallahi vetëm e shton lakmin edhe më tepër, dhe smuresh edhe më tepër. Kështu e kanë përmend dietarët. Në njëri sa më pak e shen një sen, aq më afër zemrës se ka. Dhe sa më afër dhe sa më larg zemrës se ka, aq më rahat është prej tij. Mirë, po njeriu i afron gjërat afër zemrës përmes kujt? Përmes syrit. Një objekt që ke pas parasysh nuk e ke ditë si duket, edhe nuk e marr me të. Në momentin kur e ke kap me sytë tu, e ke tërhiqë, ke vënë në zemrën tënde. Pastaj edhe kur nuk e sheh, apo ai aktivizohet dhe duket si po e sheh. Të bën gjithmonë ta lakmosh, ta kërkosh. Edhe pse nuk është prezant, nuk është, do të thjesht të fut në imagjinata, në fantazma të dëmtojnë, Allah na ruaj. Të duhet ta dish se ky shikim që pelshoj, a bën dobi Adam? Dëm pa bën, po pse po e dëmton veten për Allah? Pse po e dëmton veten? Nuk ka kënaqësi në këtë punë. Dëmi është shumë më i madh se sa dobia. Pa krahasueshëm dëmi është më i madh. Kjo është e para. E dyta, në atë moment kur po shikon, a ke parasysh se Allahu ti po të shikon? A ke parasysh se Allahu po të sheh? A nuk turprohesh nga Allahu Azza wa Jall? A nuk turprohesh nga me lajke që i kënë krah, që shkruajnë? Këto duhet me shtyp të largosh nga këto punë. E para, s'ka dobi. Nuk pikresh, s'ka pik dobi, vetëm dëm je duke bërë vetës. Je duke zhyt vetën në thellë me thellë, në humner, në andra, fantazma, imagjinatat që të kanë me dëmtu nesër. E dyta, nuk vjen turpi Allahut. Allahu po të sheh. Allahu Jalla wa Ala thot: "Ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur." Allahu e njeh dhe e din dhe e sheh. Edhe syri kur edhe vjedhas kur shyn njeri, jo drejt për drejt. Edhe aq ka fshihni në gjokset e juaj. E din Allahu Jalla wa Ala. Ate keni turp nga Allahu Jalla wa Ala. E treta, është që angazhoje vetë me punë të mira, Allah. Njëri që nuk ka shumë i angazhuar, ka kohë të lirë, s'ka një telashe të caktuar, ka kohë po marr me këto qëra, shikime, pa shikime, kështu me radhë. Ka një kur e keni i breng, telashe të madh të ka rënë kry, të ka vdek në një afërt, barq i madh që e ke, ecë rrugës dhe nuk e sheh, nuk sheh bile, pse a pa diçka? Nuk sheh. Ka si je angazhuar në një breng. Angazhoje vetëm në një punë me telashe, sfidoje vetën tënde me disa punë të mëdha që duhet me i kry, angazhohu me to. Nuk do të kesh kohë me këshir vallahi. Nuk do të kesh kohë me këshir. A ke det me shku në xhenet? A ke det me shpëtu nga zari i xhenemit? Kur dis në rrugë dhe të kap diellin qafë,
dhe në kokë, dhe gjerësisë nga vapa e madhe, brengosë thuaj, çfarë do të jetë halli im nesër kur ky dielli do të jetë mbi kokat tona. Shiko sa larg është, shiko sa lart është, dhe çfarë ndikimi ka tek ne. Po nesër ditën e gjykimit, sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të afrohet dielli tek kokat e njerëzve, dhe njerëzit do të zhyten në djers, madje disa deri tek veshët. Si do të jetë halli? A nuk është një breng që duhet të mirësh me të? A nuk është një telashe që duhesh më marrë me të? Ose provim, ose punësim, angazho me diçka. E treta, apo e katërta. Rrinë shoqëri të mirë. Rrinë në shoqëri të mirë. Nga se në shoqëri të këqija të përkujtohet e keqja. Ata të përkujtojnë vetë, edhe hiç ti pa dashur me shikua, ata shikojnë. E po kur me njerëz të mirë, ata të ndihmojnë ta ulë shikimin. Të ndihmojnë të largohesh nga këto punë. Tjetër e rradha që duhet ta kujtosh është vllai nderuar se a din se vdekja nuk është në dorën tënde. A din se vdekja është në dorën e Allahut azza wa jall. Allah në ruajt me të arë vdekja e ti duke shikuar ato video të pesta në internet apo ku të qoftë. Para më ndohet ditë në gjykimit të ftohesh të dalësh për Allahut azza wa jall me emrin më të ndytë të mundshëm. O filan që ke vdek duke shikuar video të pesta del para Allahut. Çka i thosh Allahut azza wa jall? A është e mundshme? Wallahi po është e mundshme. A është e mundshme që duke shikuar në haram Allah me t'i verbu syt, dënim, i duke ke shpërdor ti merr Allah syt, a është e mundshme? Ku i ke verbu syt? Ku i ke hub syt? Duke shikuar të ndaluar. A nuk duhet kjo me qenë një shkop që na godet për të na edukuar? Për të na ndalja kjo punë e keqe? Padyshim se po. Dhe fundi që duhet të them është bë dua. Lutë Allahun xhallahu ala, po lutë sinqerisht. Agjera gjatë ditës. Agjerimi e thënë epshin. Adhurimi e thënë epshin. Dhikri përmendja Allahut e thënë epshin. Lutë Allahun me të ndihmu. Sikur që ka ardhur në tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe është ankuar për këtë që pa ankuar ti. Madje ka kërkuar leje me bozina, ja Rasulullah. O i dërguar Allahut, idhen li fi zina. Më lejo që të bëj zina, nuk mund të duroj. Atër Muhammed se me këshilloj dhe i tha, e të rdahu li ummik, a je kënaqur që nëna jote me bërë këtë? A je kënaqur që dikush me e këshyrë nënën tënde duke bërë se Allah në ruaj? Ose motrën tënde, ose gruan tënde. Allah në ruaj kjo pislëk i ullë. Tha, ja Rasulullah, nuk jam i pajtimit, nuk pajtojmë kur që dikush këtë ta bën me diken nga të afërmit e tij. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atëra hasë tjerë nuk janë të kënaqur që dhe të pajtimi që dikush këtë ta bën me të afërmit e tyre. Çfarë bëri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Vendosi dorën e tij në gjoksin e këtij djaloshi dhe i tha: Allahumma, o Zot, falë mëkatin. Falë mëkatin. Dhe freskoja gjoksin. Ja kanë ngrit temperaturën e gjoksit tim të madhe epshi, freskoja. Çani freski që ndihet rahat në këtë aspekt. Ndihmoj, bëri dua për te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj duaja është e rëndësishme këtë drejtim. Lutë Allahun sinqerisht, por sinqerisht lutë Allah, ndihmam të dal nga kjo krizë. Allahu xhallahu ala ka më ndihmu. Merri parasysh vllai ndërua këto pika dhe me len Allahu xhallahu ala do të kalosh këtë provë dhe këtë sfidë. Dhe mbi gjitha është, do të them, këto janë këshilla praktike për momentin, por ajo që duhet të kesh parasysh mbi të gjitha është martesa. Martohu vllai ndërua. E ke gruan tënde në shtëpinë tënde. Nuk ke nevojë pastaj të shikosh gratë e huaja. E ke gruan tënde. Dhe kjo është ilaç që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Martesa. E në qëtë nuk ke mundësi për të martuar, për disa shkaqe caktuara, atëherë spaku, agjera, përmende Allahun, lutë Allahun, dhe përdori ato pikat e mbetura që unë i përmende deri më tani, Allahu të shërohet, të ndihmoft ty, dhe të gjithë atyre që kanë këto probleme, Allahu i ndihmoft, ta ulin shikimin, ta ruajnë nderin e tyre, qofshin këta mash